Përshëndetje. Ndonjëherë zgjohesh në mesditë duke parë tavani. Telefoni juaj ngumshin, por ju e ignoroni atë. Një ditë tjetër që ju e kaloni në heshtje. Ju i thoni vetes se është thjesht e përkohshme kjo situatë. Por ditët kthehen në muaj e të dalësh jashtë, të dalësh në natyrë, është shumë e vështirë se kur. Nëse kjo që unë përshkrova ju tingëllon e njohur, mund të jeni duke përjetuar diçka të njohur që në psikologji quhet sindroma hikikomori. Fillimisht një term që vjen nga gjuha japoneze, hikikomori, përshkruan një formë ekstreme të tërheqjes sociale ku individi izolohet për muaj apo dhe vite duke shmangur punën, shkollën dhe aktivitetet sociale. Ndërsa u identifikuan për herë të parë në Japoni, rastet tani ato po shfaqen globalisht, duke bërë si një fenomen më shqetësues në botën moderne. Mos angazhimi shoqëror i ngjashëm me hikikomori mund të ndikojë në 1 deri në 2% të popullsisë. Po cilat janë simptomat e sindromës hikikomori? Është më shumë se sa të qëndrosh në ambiente të mbyllura. Kjo gjendje nuk ka të bëjë vetëm me të qenit introvert ose të shijosh vetmin. Kjo gjendje është një tërheqje e zgjatur, shpeshherë dobësuese nga shoqëria. Nëse po merreni me dikë, mund të vini re disa simptoma të hikikomorit, të cilat janë: e para, ju shmangni plotësisht ndër veprimet shoqërore. Të flasësh me të tjerët ndihet dërmuese, kështu që interpret miqt dhe i shpërfill mesazhet e tyre. Dhe ndër veprimet e rastishme si përgjigja e hapjes së derës për shembull, shkaktojnë ankth, ngjarjet sociale duken të padurueshme, duke bërë një izolim të ndihet si opsioni yt i vetëm. E dyta, ju kaloni periudha të gjata pa dalë nga dhoma ose shtëpia juaj. Bota juaj zvogëlohet në dhomën tuaj dhe të dilni jashtë është diçka e pamundur. Detyrat si blerja e ushqimeve apo dhe hapja e një dritarje është dërmuese. Me kalimin e kohës, ju të riqeni më tej duke shmangur çdo kontakt me botën e jashtme. E treta, modelet tuaja të gjumit janë të kundërta. Ju qëndroni zgjuar gjithë natën dhe flini gjithë ditën, për të shmangur ndër veprimet sociale. Qetësia e natës ndihet më e sigurt duke përforcuar izolimin tuaj. Me kalimin e kohës, trupi përshtatet duke e bërë më të vështirë kthimin në rutinën normale. E katërta, ju mbështeteni shumë në argëtimin digjital. Videolojrat, mediat sociale zvendçojnë lidhjet e jetës reale. Bota virtuale ndihet e sigurt duke ofruar kontroll dhe një largim nga realiteti. Orët turbullohen në ditë ndërsa humbisni veten në shpërqendrime të pafundme digjitale. E pesta, ju neglizhoni kujdesin për veten. Higjiena në bazë, kujdesi dhe ushqimi i shëndetshëm ndihen të parëndësishme ose raskapitëse. Ju mund të anashkaloni dushin, larjen, pra, të vishni të njëjtat rroba ose të hani në mënyrë të parregullt. E me kalimin e kohës, vetë kujdesi i dobët ndikon në shëndetin tuaj fizik dhe mendor. E gjashta, ndjeni të bllokuar nga turpi dhe pafuqia. Ju e njihni problemin, por sa më gjatë të izoloheni, aq më e vështirë është të çliroheni. Frika e gjykimit ju mban të mbërthyer nga ky cikël. Po pse ndodh kjo? Unë do të përshkruaj 5 shkaqet e sindromës hikikomori pse ndodh kjo. Kjo sindrom nuk shkaktohet nga një faktor i vetëm. Shkaqet e hikikomorit janë një kombinim i pasioneve psikologjike, sociale dhe ekonomike. Frika nga dështimi, pritshmëritë e shoqërisë mund të ndihen dërmuese. Qoftë shkolla, puna apo marrëdhëniet, presioni për të pasur sukses mund të bëjë tërheqjen të duket si shpëtimi i vetëm. Ankthi social dhe depresioni, luftimet me shëndetin mendor, shpesh nxisin izolimin, duke i bërë edhe ndërveprimet më të vogla dhe raskapitëse. Varësia prindërore. Në shumë raste, anëtarët e familjes mundsojnë sjelljen duke ofruar mbështetje financiare, duke bërë më të lehtë vazhdimin e shmangjes së jetës së jashtme. Varësia digjitale. Interneti ofron një ikje të lehtë
duke zëvendësuar në veprimet e botës reale me ato virtuale. Ngecja kulturore ose ekonomike. Të themi si në vendet si Japonia, ku konkurenca intensive dhe strukturat e ngurta sociale e bëjnë të vështirë për disa individ të gjejnë vendin e tyre, duke i bërë ata të tërhiqen krejtësisht. Por edhe këtu tek ne kemi raste plot. Te kalimi i sindromës së hikikomorit kërkon kohë, por hapat e vegjël mund të çojnë në ndryshime të mëdha. Unë do të jap disa hapa praktik për të rikuperuar nëse keni këto simptoma. E para, ndryshoni mjedisin tuaj. Hapni grillat. Lëreni ajrin e pastër të hyjë brenda, të krijoni një hapësirë të rehatshme. Lehtësimi i ndërveprimit. Filloni me komunitetet në internet ose biseda të shkurtra me një person të besuar. Dilni jashtë gradualisht, me minuta të caktuara, sigurisht. Një shëtitje e shkurtër në agim ose në mbrëmje vonë mund të ndihet si diçka dërmuese, por gjeni një rutinë kutim plot. Angazhoni në një hobi dhe merrni punë në distancë ose vendosni synime personale. Të jeni të durueshëm me veten. Përparimi i kërkon kohë. Pengesat nuk do të thotë dështim. Bota nuk është aq e frikshme sa duket pas dyerve të mbyllura. Dhe pa marrë parasysh, askon kur keni qenë në izolim, ka gjithmonë një rrugë kthimi për të dalë atje jashtë. Miq, këto do të thosha në këtë video. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nëse keni dëshirë, mund të bëni komentet tuaja, por asnjëherë mos harroni të bëni subscribe për të marrë videot e reja që unë e the pas herë në kanalin tim. Dhe deri në videon tjetër. Mirë takofshi.